1 janar dita që tronditi një komunitet të tërë. Mëngjesi 1 janarit në një qytet të qetë të Gjermanisë nisi si çdo tjetër. I ftohtë, i heshtur, me rrugë të mbuluara nga një mjegull e holl dimri, por brenda mureve të një spitali modern. Po ndodhte diçka që askush nuk do ta kishte imagjinuar kurrë. Një shqiptar 93 vjeçar po bëhej baba i binjakëve. Lajmi u përhap fillimisht si një pëshpëritje mes infermiereve, pastaj si një dyshim mes mjekëve, dhe në fund si një tronditje për të gjithë. Pacienti më i moshuar në repartin e maternitetit, me flokë të bardhë si bora dhe duar të rudhura nga jeta, kishte sjellë në jetë 2 fëmijë të shëndetshëm, bashkë me nusen e tij 40 vite më të re. Askush nuk e besonte. Një burrë që e kishte jetuar jetën 2 herë. Quhej Haxhi Dervishi, emër i thjesht, i zakonshëm për një shqiptar të lindur në vitin 1930, në një fshat të varfër të Shqipërisë së Jugut. Kishte jetuar luftëra, uri, diktaturë, humbje, emigrim. Kishte parë miq të vdisnin të rinj dhe fëmijë që nuk arritën kurrë të rriteshin. Në moshën 65 vjeçare kishte humbur gruan e parë, me të cilën kishte kaluar mbi 40 vite martesë. Kishin pasur një djalë dhe një vajzë, të cilët tashmë ishin gjyshër vetë. Pas vdekjes së saj, Haxhiu kishte menduar se jeta për të kishte marrë fund, por jeta kishte plane të tjera. Emigrimi në Gjermani, një fillim i vonuar. Në moshën 72 vjeçare, Haxhiu u largua drejt Gjermanisë për të bashkuar me djalin e tij, i cili kishte emigruar vite më parë. Shumë e quajtën çmenduri. Çdo atje në atë moshë. Ai e ka mbyllur librin e jetës, thoshin të tjerët, por Haxhiu nuk ishte nga ata burra që dorëzoheshin lehtë. Në Gjermani gjeti qetësi, rregull, por edhe një boshllëk të madh. Netët ishin të gjata, të ftohta dhe mendimet i ktheheshin gjithmonë tek e shkuara. Derisa një ditë në një qendër komunitare për emigrant, ndodhi diçka e papritur. Një takim që askush nuk e priste. Ajo quhej Elira, 53 vjeçe. Kishte ardhur në Gjermani pas një divorci të dhimbshëm. Ishte e qetë, e arsimuar, me sy që fshinin lodhje, por edhe forcë. Fillimisht, mes tyre nuk ishte asgjë më shumë se biseda të zakonshme. Për Shqipërinë, për fëmijët, për jetën që i kishte lodhur të dy, por me kalimin e muajve diçka ndryshoi. Haxhiu e dëgjonte Elirën me një vëmendje që ajo nuk e kishte ndjer prej vitesh. Nuk e gjykonte, nuk i jepte urdhra, nuk e nënvlerësonte. Thjesht ishte aty. Ti flet sikur e ke jetuar çdo dhimbje, i tha një ditë ajo. Sepse i kam jetuar, ju përgjigja ai me një buzëqeshje të lehtë. Dashuri apo çmenduri? Kur lajmi se Haxhiu dhe Elira ishin bërë çift u përhap në komunitetin shqiptar, reagimet ishin të ashpra. 40 vite diferencë. Ajo e do për dokumente. Ai është shumë i vjetër për këto gjëra. As fëmijët e Haxhiut nuk e pritën mirë. Baba, njerëzit po flasin, i tha djali. Le të flasin, u përgjigja ai. Unë kam kaluar jetë më të vështira se fjalët e tyre. Në vitin kur Haxhiu mbushi 90 vjeç, ata u martuan në heshtje, pa dasmë, pa muzikë, vetëm me disa dëshmitar dhe shumë paragjykime. Askush nuk e imagjinonte se historia sapo kishte filluar. Lajmi që ndryshoi gjithçka. 3 vite më vonë, Elira filloi të ndjente diçka të çuditshme. Lodhej më shpejt, kishte marramendje. Mendoi se ishte stresi apo mosha. Derisa një vizitë te mjeku solli një fjali që i ngriti zemrën në fyt. Zonjë, ju jeni shtatzën. Ajo qeshi nervozisht. Është e pamundur. Mjeku e pa seriozisht ekranin e ekografisë. Jo vetëm kaq, jam binjak. Kur ja tregoi Haxhiut, ai ul në karrige dhe heshti për disa minuta. Syt ju mbushën me lot. Zoti qen ka tallur bukur me mua, tha më në fund. A ke frikë, e pyeti Elira. Jo, kam frikë vetëm se mos nuk jetoj mjaftueshëm për t'i parë të rriten. Një shtatzëni në vëzhgim. Shtatzënia e Elirës u bë objekt diskutimi në gjithë spitalin. Mjekët ishin të kujdesshëm, skeptik, por edhe të habitur nga gjendja e mirë shëndetësore e të dyve. Haxhiu vinte çdo ditë në kontroll, me bastun në dorë, por me shpinë drejt. Fliste me bebet përmes barkut të saj. Mos u nxitoni, u thoshte. Babai juaj është i vjetër, por zemrën e ka ende të fortë. Dhe pastaj, 1 janari, ora shënonte 06:40 të mëngjesit, kur Elira u fut në sallën e lindjes. Haxhiu priste jashtë me duart që i dridheshin lehtë. Kur dëgjoi të qarat e 2 foshnjave, ai u mbështet pas murit. Infermierja doli dhe tha fjalët që do të mbeteshin në histori.
Urime, janë një djalë dhe një vajzë. Të dy janë mirë. Haxhi Dervishi, 93 vjeç, u bë baba për herë të dytë në moshën kur shumica presin fundin. Por ky ishte vetëm fillimi. Kur e vërteta doli nga spitali dhe u përplas me botën. Lajmi nuk qëndroi gjatë brenda mureve të spitalit. Fillimisht ishte një infermiere që i tregoi motrës së saj. Pastaj një mjek që e përmendi rastin gjatë një konference mjekësore. Brenda pak ditësh, historia kishte dalë jashtë, duke marrë formë gjithnjë më të madhe, gjithnjë më të shtrembëruar. 93 vjeçari bëhet baba i binjakëve. Dashuri apo interes? A është e mundur biologjikisht? Titujt nisën të qarkullonin në rrjetet sociale gjermane. Por vala më e fortë erdhi nga aty ku Haxhiu nuk e priste kurrë. Komuniteti shqiptar. Një telefonat që i prishi qetësinë. 3 ditë pas lindjes, telefoni i Haxhiut ra pa pushim. Djali i tij nga Shqipëria e mori i pari. Baba, çfarë është kjo që po dëgjoj? Zëri i tij nuk ishte i gëzuar. Ishte i tensionuar, i mbushur me turp dhe zemërim. Janë fëmijët e mi, u përgjigj Haxhiu qetë. Baba, ti je 93 vjeç. Dhe prap jam gjallë. Pasoi heshtje. Pastaj vajza, më e drejt për drejt. A e ke menduar si do të duket kjo për nipërit? E kam menduar, tha ai, por nuk jetoj për të dukur bukur. Elira përballë paragjykimit. Elira e ndjente presionin më shumë se kushdo. Në repart, disa gra e shikonin me kureshtje, disa me përbuzje. Njëra madje i tha pa turp. Je trimëresh ose shumë e zgjuar. Elira buzëqeshi me hidhërim. Jam vetëm nën, por brenda saj pyetjet nuk pushonin. A kishte bërë gabim? A i kishte dënuar fëmijët e saj që në lindje? Natën, ndërsa binjakët flinin, ajo shikonte Haxhiun teksa i vështronte me lot në sy. Po sikur të mos jem këtu nesër, i tha një natë. Mos e thuaj kur atë fjalë, ju përgjigj ajo. E vërteta nuk trembet nga fjalët, tha ai. Media troket në derë. Një javë më vonë, dera e apartamentit të tyre u mbush me gazetar. Kamera, mikrofon, pyetje të pafundme. Zotëri, a jeni vërtet babai biologjik? A mendoni se kjo është e drejtë për fëmijët? A është kjo martesë për interesa? Haxhiu doli një herë të vetë me para tyre. U mbështet në bastunin e tij dhe foli ngadalë, por qartë. Kam jetuar më gjatë se shumica prej jush. Kam varrosur njerëz që i kam dashur. Këta fëmijë janë jeta ime sot. Nëse kjo ju duket gabim, është problemi juaj. Fjalët e tij u shpërndan kudo. Disa e quajtën hero, të tjerë e quajtën egoist. Dyshime që nisën nga brenda. Por goditja më e madhe nuk erdhi nga jashtë. Erdhi nga një mjek i ri, gjatë një kontrolli rutinë. Zotëri Dervishi, tha i me kujdes, për shkak të moshës suaj. Ne duhet të jemi absolutisht të sigurt për çdo procedurë ligjore. Çfarë po nënkupton, pyeti Elira. Mjeku u ndal. Një test atësie. Vetëm për dokumentacion. Dhoma u mbush me heshtje. Haxhiu nuk reagoi menjëherë. Syti i nguli te dritarja. Pra, nuk më besoni. Nuk është çështje besimi, u përgjigj mjeku. Është protokoll. Elira u zbe. Jo, tha ajo prerë. Nuk kemi pse ta bëjmë. Një sekret që rëndonte prej vitesh. Atë natë kur fëmijët flinin, Elira shpërtheu në lot. Haxhi, ka diçka që nuk ta kam thënë. Ai e pa i qetë, sikur e kishte pritur këtë moment. Të gjithë kemi sekrete, tha ai. Jo këtë, përshpëriti ajo. Para shumë vitesh, mjekët më thanë se nuk mund të mbetesh ashtatëzën natyralisht. Zemra e Haxhiut rahu fort. Dhe unë kam bërë trajtime. Pa i thënë askujt. Heshtje. A dyshon në diçka, e pyeti ai. Jo, tha ajo. Por bota po dyshon. Familja ndahet në 2 kampe. Fëmijët e Haxhiut erdhën në Gjermani. Takimi ishte i ftohtë, i rënd. Duam test ADN, tha djali. Jo për ne, për fëmijët. Elira u ngrit në këmbë. Ata janë fëmijët e mi. Haxhiu ngriti dorën. Mjaft. Ai shikoi të gjithë. Nëse ky test do t'ju jap paqe, do ta bëj. Elira e pa e shkatëruar. Haxhi, nuk duhet. E vërteta nuk më frikson, tha ai. Vetmia po. Një pritje që zgjati më shumë se duhej. Ditët deri në rezultatin e testit ishin të gjata. Mediat spekulonin. Komentet në internet ishin mizore. Plak egoist. Grua manipuluese. Fëmijë të dënuar. Elira nuk dilte më nga shtëpia. Haxhiu do bësohej çdo ditë.
Një natë ai u ndje keq. Ambulanca erdhi me urgjencë. Elira mbajti binjakët në krah dhe u lut. Zot, mos ma merr tani. Telefoni që do të ndryshonte gjithçka. Në mëngjes telefoni ra. Rezultatet kishin ardhur. Elira nuk ishte guxim ta hapte emailin. Haxhiu zgjati dorën. Nëse jam baba i tyre, tha ai, bota do të heshtë. Dhe nëse jo, atëherë do të mësojmë kush jemi vërtet. Ai hapi dokumentin. Syt ju mbushën me lot. Rezultati që ndau botën në dysh. Dhoma ishte e heshtur. Aq e heshtur sa Elira dëgjonte frymëmarrjen e binjakëve që flinin në djep. Dritarja ishte mbuluar nga mjegulla e mëngjesit gjerman, ndërsa Haxhiu mbante në duar dokumentin e hapur në ekranin e telefonit. Ai nuk foli me njëherë. Syt i lëviznin ngadalë mbi rreshta, sikur secila fjalë peshonte më shumë se vitet e jetës së tij. Elira qëndronte përballë me duart që i dridheshin. Fol, pëshpëriti ajo më në fund. Të lutem, fol. Haxhiu ngriti kokën. Fytyra e tij nuk tregonte gëzim, as zemërim. Vetëm një lodhje të thellë, si njeri që kishte parë shumë për të u habitur më. Testi thot se jam baba i tyre. Elira u ul me njëherë në karrige. Lotët i shpërthyen pa kontroll. Jo nga gëzimi i thjesht, por nga lehtësimi që të shkon trupin. E dia, përsëriste ajo. E dia. Por Haxhiu nuk buzëqeshi. Ai vazhdonte ta shikonte dokumentin, sikur kërkonte diçka më shumë mes rreshtave. Por e pyeti Elira, duke ndjerë se diçka nuk shkonte. Por kjo nuk mbyll asgjë, tha ai. Kjo vetëm hap plag të reja. Kur lajmi bëhet armë. Rezultati nuk mbeti sekret. Brenda 24 orësh, media gjermane dhe shqiptare publikuan. Zyrtarisht, 93 vjeçari është babai biologjik i binjakëve. Shkenca sfidon moshën. Një mrekulli apo një rrezik. Por në vend që të qetësonte situatën, lajmi e ndezi edhe më shumë debatin. Komentet u bën më të ashpra. Po fëmijët, kush do t'i rrisë? Egoizëm i pastër. Kjo s'është fitore, është vonesë. Në komunitetin shqiptar, familja e Haxhiut u nda hapur në dy kampe. Disa e mbështesnin, disa e përjashtuan. Një kushëri i largët shkroi publikisht. Ky nuk është nder, është turp. Haxhiu e lexoi dhe mbylli telefonin. Kam jetuar në kohë kur fjala turp përdorej për gjëra shumë më të rënda, tha ai. Trupi fillon të dorëzohet. Stresi, presioni, netët pa gjumë trupi i Haxhiut nuk po e përballonte më. Një pasdite, teksa mbante vajzën binjake në krah, ju ersua shikimi. Elira e pa teksa u lëkun dhe uli me njëherë foshnjën në djep. Haxhi! Ai u rrëzua. Spitali, sirena, mjek që vraponin. Diagnoza ishte e qartë. Zemra e tij ishte e lodhur. Shumë e lodhur. Mjeku kryesor foli hapur. Zotëri Dervishi, duhet të përgatiteni për më të keqen. Elira shpërtheu. Ai sapo u bë baba. Mjeku uli kokën. Pikërisht për këtë po flasim. Një vendim që askush nuk e priste. Atë natë Haxhiu kërkoi të ishte vetëm me Elirën. Dua të flasim si dy njerëz, jo si tituj gazetash, tha ai. Ai e mori dorën e saj. Unë nuk jam i pavdekshëm, dhe këta fëmijë nuk duhet të rriten mes kamerave dhe mëshirës. Elira e shikoi e tmerruar. Çfarë po thua? Po them se duhet të mendosh për jetën tënde edhe pa mua. Ai tregoi një dokument. Testament. Ai kishte vendosur pasurinë e tij modeste, pensioni dhe kujdestarin ligjore të fëmijëve. Gjithçka ja linte Elirës, por me një kusht. Nëse unë i dua që të largohesh nga Gjermania. Çfarë? Shqipëria. Ose diku ku askush nuk do t'i njohë fëmijët e plakut. Elira qau. Nuk mund ta bëj këtë pa ty. Do ta bësh, tha ai, sepse je më e fortë se sa mendon. Lam të mira që nuk u tha me zë. Ditët e ardhshme, Haxhiu i kaloi në spital. Binjakët u lejuan ta vizitonin vetëm për pak minuta në ditë. Ai u fliste ngadalë. Mos u bëni si unë, jetoni më shpejt. Një infermiere e dëgjoi dhe qau. Media priste lajmin e keq. Familja priste trashëgimin. Komentuesit prisnin fundin. Por Haxhiu nuk u largua. Ai u përmirësua pak. Mjaftueshëm për t'u kthyer në shtëpi. Mjaftueshëm për të marrë një vendim të fundit. Një letër që do të trondiste gjithçka. Një mëngjes, Elira gjeti një zarf në tavolinë. Dorëshkrimi i Haxhiut ishte i qartë, por i lodhur.
Nëse po e lexon këtë, do të thotë se unë nuk jam ai që isha. Ajo e ndjeu se kjo letër nuk ishte vetëm për të. Ishte për botën. Letra që i detyroi të gjithë të heshtnin. Elira e mbajti zarfin për disa sekonda pa e hapur. Duart i dridheshin. Binjakët flinin qetë, të pavetëdijshëm se jeta e tyre tashmë po shkruhej nga fjalë që nuk i kishin zgjedhur vetë. Ajo ul ngadalë dhe e hapi letrën. Dorëshkrimi i Haxhiut ishte i rregullt, por çdo germ dukej sikur kishte marrë frymë me vështirësi. Nëse po e lexon këtë, do të thotë se unë nuk jam ai që isha. Ndoshta jam ende këtu, ndoshta jo, por fjala ime mbetet. Kam dëgjuar gjithçka që është thënë për mua. Plak, egoist, turp. Askush nuk më pyeti pse pranova të bëhem baba në këtë moshë. E pranova sepse për herë të parë pas shumë vitesh, nuk isha vetëm. Elira ndaloi së lexuari. Lotët i binin mbi letër, por vazhdoi. Unë nuk u bëra baba për të sfiduar natyrën. U bëra baba sepse natyra më kishte harruar prej kohësh. Këta fëmijë nuk janë një gabim. Janë falje. Nëse dikush pyet kush do t'i rrisë, përgjigjja është kjo. Dashuria nuk matet me vite, por me prani. Elira e shtrëngoi letrën në gjoks. Për herë të parë, ajo kuptoi se kjo letër nuk ishte mbrojtje. Ishte lamtu mirë. Nëse unë iki herët, mos i mbani fëmijët peng të historisë sime. Mos ua thoni moshën time si barë. Tregojuni se i desha më shumë se frikën. Dhe nëse dikush më gjykon pas vdekjes, le ta bëj. Unë e kam jetuar jetën time. Tani është radha e tyre. Letra mbaronte me një fjalë të vetme. Mos më qani gjatë. Kam pasur një fund që nuk e meritonin shumë. Letra del në publik. Elira nuk donte ta publikonte, por një kopje letrës e lënë nga Haxhiu te avokati i tij. U bë publike sipas dëshirës së tij. Brenda pak orësh, gjithçka ndryshoi. Komente që dikur ishin mizore, u bën të heshtura. Disa njerëz kërkuan falje publikisht. Gazetat ndryshuan ton. Letra e 93 vjeçarit që preku Gjermaninë. Një baba, jo një titull. Një psikologe e njohur tha në televizion. Ne e gjykuam moshën, jo njeriun. Familja përballet me turpin e vet. Djali i Haxhiut lexoi letrën në heshtje. Nuk foli për disa minuta. Pastaj tha vetëm. Baba ishte më trim se ne të gjithë. Vajza e tij shkoi te Elira dhe i kërkoi falje. Të pash si kërcënim, jo si nën. Elira nuk tha asgjë. Vetëm ia dha një nga binjakët në krah. Largimi. Një javë më vonë, pa kamera, pa gazetar, Elira u largua nga Gjermania. Askush nuk e dinte sakt ku. Disa thanë se u kthye në Shqipëri. Të tjerë thanë se shkoi në një vend ku askush nuk fliste shqip. Haxhiu nuk doli më publikisht. Asnjë foto e re. Asnjë intervistë. Vetëm heshtje. Një vit më vonë. Një vit pas lindjes së binjakëve, një kartolim bëriti në adresën e vjetër të apartamentit. Pa emër, pa adresë kthimi. Vetëm një fjali. Ata po rriten të qeshur. Kjo do t'ju mjaftoj. Askush nuk e dinte nëse Haxhi Dervishi ishte ende gjallë, por historia e tij nuk u harrua, sepse për herë të parë një lajm nuk u mbyll me skandal, por me heshtje respekti. E vërteta që doli vetëm kur zhurma pushoi. Kaluan muaj, pastaj vite. Emri i Haxhi Dervishit u përmend gjithnjë më rrallë. Media gjetën histori të reja, skandale të tjera, njerëz të tjerë për të gjykuar. Ashtu siç kishte parashikuar ai vet, bota vazhdoi përpara, por jo të gjithë harruan. Një vizitë e heshtur. Në një mëngjes të qetë pranvere, një burr i moshuar u shfaq në varrezat e një qyteti të vogël në Gjermani. Nuk kishte kamera, nuk kishte kurora të mëdha, vetëm një tuf lule të bardha dhe një shkop i thjesht druri. Ishte djali i Haxhiut. Ai ndaloi para një varri modest. Emri ishte aty. Vitet gjithashtu. 1930-2024. U ul ngadalë dhe foli me zë të ulët. Baba, nuk të kuptuam në kohë. Haxhi Dervishi kishte ndëruar jetë 6 muaj pas largimit të Elirës. Jo në spital, jo me aparaturave, por në shtëpi në gjumë me një fotografi të binjakëve mbi komodinë. Nuk kishte pasur ceremoni publike. Ishte varrosur sipas dëshirës së tij, pa fjalime, pa tituj, pa zhurmë. Sekreti i fundit. Ajo që askush nuk e dinte, dhe që doli vetëm më vonë nga dokumentet mjekësore. Ishte një fakt që e ndryshoi gjithë rrëfimin. Haxhiu e kishte ditur.
Ai kishte qenë diagnostikuar me një sëmundje të rëndë të zemrës para se Elira të mbetej shtatzën. Mjekët i kishin thënë se i kishin mbetur në rastin më të mirë 2 ose 3 vite jetë. Ai nuk i kishte treguar askujt, as fëmijëve të tij, as Elirës. Në vend që të largohej nga jeta duke pritur fundin, ai kishte zgjedhur të linte fillim. Një mjek që kishte ruajtur heshtjen për vite, tha më vonë. Ai nuk u bë baba sepse mendonte se do të jetonte gjatë. U bë baba sepse nuk donte të vdiste bosh. Ku janë binjakët sot? Elira u kthye për pak kohë në Shqipëri, por nuk qëndroi. U vendos në një qytet të vogël bregdetar në Evropën jugore, larg komuniteteve shqiptare, larg gjykimit. Binjakët u rritën si fëmijë të zakonshëm. Pa intervista, pa histori sensacionale, pa e ditur për vite se babai i tyre kishte qenë lajm. Në shtëpi kishte vetëm një fotografi të vjetër, një burr me flokë të bardhë, duke buzëqeshur me 2 foshnja në krah. Kur binjakët mbushën 7 vjeç, Elira u tregoi të vërtetën. Jo si skandal, jo si çudi, por si histori dashurie. Babai juaj ishte i moshuar, u tha ajo, por zemrën e kishte më të re se shumica e njerëzve. Trashëgimia e vërtet. Haxhi Dervishi nuk la pas pasuri, nuk la pas fam, nuk la pas asnjë rekord zyrtar, por la diçka më të rrallë, guximin për të jetuar kundër frikës. Një nga binjakët vite më vonë shkroi në një esë shkolle. Babai im nuk ishte gjithmonë aty, por ishte aty mjaftueshëm për të më mësuar se jeta nuk pyet sa vjeç je. Dhe ndoshta ky ishte mesazhi që Haxhiu donte të linte që në fillim. Se jeta nuk mbyllet me moshën, por me momentin kur pushon së dashuruari jetën.